edhe këta na kanë ndërshku edhe me çmim, edhe me bllokim fabrikës. Mua duhet më nal me bisedu direkt me fermer. Personalisht me çmim na kanë domtu, na kanë bërë peka të 8 na kanë bërë 32. Deri sa të plotësohen kriteret e fermerëve se prodhimet janë tona, nuk janë të hujat. Edhe këta na kanë ndërshku edhe me çmim, edhe me bllokim fabrikës, edhe gjithë tjetër na kesh na kanë qenë. A ju ka dëmtu juve personalisht? Po na si sektori jemi edhe me drejtën, po kur dëmtuan fermerë të tjerë, dëmtuan tonë Kosovë. Personalisht me çmim na kanë dëmtuar, na kanë bërë peka të 8 na kanë bërë 32. Domthon e kanë zbrit për herë çmimin. Tash neve nuk na kanë vendosur se kemi të më shumë kemi të humbur se sa fitim. A keni me dalë prapë në protestë? Po që deri sot rregullohet diçka çështja prodhimit qumshit prodhuesve, na kemi me dalë dhe gjithmonë ju bëjmë thirrje këtë fermerëve, jo vetëm jo, me dalë dhe me dalë pavarësisht ai ka prek sektorin si ka prek. Tonë me dalë për më pas një jetë më të mirë në Kosovë. Sa kërë lopë keni ju? I kemi 140 copa. Unë jam fermer Besim Kuçi nga komuna e Pes, 70 lop i kemi. Dikon 900 deri 1000 litra kemi stacinë ditore, që 3 ditë jemi të dershëm, çdo ditë e 4 është, për shkak të mos shpalljes së rezultateve të agjencionit të ushqimit. Qumshtoria vita na ka kurzu, pa shpall rezultate nuk e kumullojmë. Qumshin edhe kështu kemi ardhur të ke protestë. S'po kemi këmë me fol, zdel kush për ministrie. Çka kishit pas me i thonë ministrit muja në këto momente? Ministri muja duhet më nal me bisedu direkt me fermer. Me fermer me bisedu me pa gjendjen reale.